Nga agostivari është nisur një grup prej 35 besimtarësh për të kryer umren në vendet e shenjta të Mekës dhe Medinës. Udhëtimi është organizuar nga agjencia e specializuar Hijaz Travel, ndërsa udhëheqës fetar i grupit është Musli Zeti. Me këtë rast, Zeti ka shpjeguar detajet e itinerarit dhe qëndrimin në qytetet e shenjta, duke theksuar se umreja nuk përfaqëson vetëm një udhëtim fizik, por një përjetim të thellë shpirtëror që forcon besimin dhe lidhjen me Zotin. Jemi të vuar këtu të përgatitur me emocione të shumta për udhëtimin e jetës, udhëtimin për të shkuar për të realizuar ritin e umres. Grup ky që brenda një muaji përgatitet nga Hijaz Travel është grupi i dytë me një numër rreth 35 personave. Umreja është një nga udhëtimet më të veçanta sa i përket besimtarëve musliman. Ajo nuk është udhëtim fizikisht, është një udhëtim i thellë brenda shpirtëror që duhet përjetuar. Mundohemi që maksimalisht umregjinjt të përjetojnë këtë umren, si zakonisht momentet e para të shikimi i Ka'bes janë momentet të papërshkruara, që është e vështirë që të përshkruhen, por vetëm mund të përjetohen. Pastaj rrotullimit rreth Ka'bes, cilët kanë ata domethënien e vete, njeriu përderisa rrotullohet rreth Ka'bes e kupton se ekziston një qendër që njeriu duhet të sillet rreth saj, ajo është besimi dhe bindja ndaj Zotit e vet. Pastaj duke u munduar që edhe gjatë ecjes në Safa dhe Merve, në mes kodrinave, të mundohemi dhe të marrim mësimin, sepse pra aty mund të nxjerrim pra kuptimin e sakrificës dhe se shpërblimi dhe besimi i sinqert nuk humbet asnjëherë, dhe se pas vështirësisë çdo herë vjen edhe lehtësimi. Umreja është një thirrje e cila bën thirrje që të kuptojmë një herë që të largohemi nga përditshmëria dhe të mundohemi të afrohemi sa më shumë më afër Zotit, dhe është një reflektim e cila do të vazhdoj edhe pas kthirjes së umrës, që do të reflektoj në sjelljet e njerëzit, në mjedisin ku jeton dhe me njerëzit të cilët veprojnë përreth. Zeti bëri të ditur se qëndrimi i grupit do zgjasë 11 ditë, ndërsa pjesëmarrësit janë të moshave të ndryshme. Më i riu në këtë grup është një 6 vjeçar. Janë të paraparë që atje të qëndrojmë 10 ditë, pra 7 në Mekë dhe 3 në Medinë, një ditë është e paraparë që të bëjmë vizitat në Stamboll. Numri është diku rreth 35 persona. Grupmosha më e re e umregjinjve që kemi në mesin tonë është prej 6 vjeçar. Ubejti Zeti ishte një etliu 6 vjeçar i cili do të shoqërohet nga prindërit e tij gjatë vizitës në vendet e shenjta. Ubejti Zeti. Sa vjet ke Ubejti? 6 vjeçar. Ku shkon ti? Ku do shkosh? Në Mes njëjtëlinjve ishte edhe 45 vjeçari Nureddin Ramadani nga fshati Negotin, i cili po e kryen umren për herë të dytë. Ai u shpreh se pavarësisht se sa herë vizitojnë vendet e shenjta, çdo udhtim mbetet unik dhe ka një ndikim të veçantë shpirtëror, duke krijuar gjithmonë dëshirën për t'u rikthyer. Kjo është rradha e dytë që përgatitemi për umre, dhe inshallah nuk do të jetë edhe fundit, do të vazhdojmë edhe në të ardhmen, me Allahin para. Domethënë është problematik fillimi. Pasandej era e parë është se ti domethënë është një të qëndrosh para Ka'bes me ihram, domethënë është një botë në vetë, kupton. E për ta sqaruar ose të dhënë një diskutim ti përshkruash ato ndjenja, domethënë me fjalë nuk përshkruan përveç se mund ti përjetosh, kupton. Edhe kështu që dëshiroj çdo kush Allahu t'ia bëjë nasip dhe t'ia mundsoj të vizitojë këto vende të shenjta dhe të shijojë këto mirësi dhe këto begatet. Nga agjencia Hijaz Travel njoftojnë se në ditët në vijim do të prezantojnë programet për umre gjatë muajit të Ramazanit, si dhe umre speciale për student, përveç ofertave të tjera të shumta për besimtarët.